World Cup në RTK Radio. Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga studio e RTK Radios. Në të njëjtën kohë jemi duke shkuar live edhe në rrjetin ton social Facebook me këtë emision tashmë të ri për sa i takon kampionatit botëror të futbollit, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Kemi hyrë në një ditë të 14, nëse mund të themi, dhe tashmë është edhe Kolumbia që faktikisht i është bashkuar kombëtarëve të tjera në fazën e eliminimit direkt në një ngjarje të madhe që për herë të parë po mbahet me 48 kombëtare, secila prej tyre është në gjendje faktikisht të shkaktojë befasi, dhe kjo veç është kuptuar dhe është mësuar qysh nga nisja e kësaj ngjarje, pra po flasim për kampionatin botëror të futbollit. Do të jemi bashk pothuajse rreth deri pak para orës 14 me këtë emision special, të cilin gjithmonë e kemi veçuar pasi që do të diskutojmë me të ftuarit tanë për rrjedhën e kampionatit botëror. Për ndryshe, për realizimin e emisionit është duke u përkujdesur një skuadër e tërë, nga se klasë që po shkojmë drejt për drejt në përmjet frekuencave tona në 95.7, 91.9, rtklive.com është një mundësi tjetër ku ju mund të na bashkoheni dhe të bëni pjesë e jona. E thash e po përsëris për t'ja u kujtuar që jemi live edhe në Facebook. Në krahasin të gjatë kam të ftuar trajnerin e njohur në të njëjtën kohë përzgjedhësin e përfaqësuesit të Kosovës në futboll për femra, Sami Sërmagjaj, të cilin e falenderoj që ka gjetur kohë dhe është pjesë e këtij emisioni special për Kupën e Botës. Kënaqësi edhe imja të jem të bashkëbisedojmë për kampionatin botëror të futbollit. Shumë faleminderit edhe një herë, kurse në krahun tim të majt e kam një mysafir të respektuar dhe të nderuar dhe një mik në të njëjtën kohë, Hoxh Bekemi Ashari, një tifoz i jashtëzakonshëm i Anglisë, po themi, edhe kundërshtarët e Anglisë janë pothuajse edhe kundërshtarët e juaj. Po gjithsesi. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jam në studion e juaj dhe në prezencën e trajnerit Sërmagjaj dhe dëgjuesve tuaj. Unë jam Fatos Preniqi, jam me kolegët e tjerë të cilët ndodhen në pjesën tjetër të studios, Astrid Demaku, Driton Bunjaku, Blerim Bishmeti, kolegët e sportit, Edmond Thaqi, organizatori Remzi Mustafa, të cilët faktikisht gjithmonë janë prezent, vetëm se e gjitha të shkoj mirë drejt realizimit të këtij emisioni special për Kupën e Botës. Zotri Ashari, nëse pajtohesh, po e nisim me përzgjedhjen, pasi vërtet ka qenë në përcjellje, ashtu sikurse ju, edhe për të dy juve vlen pyetja pothuajse e njëjtë. Tashmë sot do të zhvillohen ndeshjet e raundit të tretë të fazës së grupeve, edhe në të njëjtën kohë do të kemi ndeshjet Bosnia-Hercegovina me Katarin dhe Zvicra me Kanadan. Por paraprakisht ka përfunduar faza e dytë ose gjiroja e dytë e fazës së grupeve me ndeshjet Panamaja, Kroacia 0-1 për kroatët dhe Kolumbia, Republika Demokratike e Kongos 1-0, kolumbianët që faktikisht në një grup me Portugalin janë të parët që veç e kanë siguruar kalimin me tej, zotri Sërmagjaj. Po deshta ndërlidhem pak edhe me këtë formatin e ri të kampionatit botëror, është një format ku kemi numër më të madh të shteteve pjesëmarrëse që i ka ato përparësit, normalisht ka edhe disa mangësi. Po mendoj që ky format me 48 ekipe për disa ekipe ose për disa kombëtare po shërben më shumë si nxehje, për arsye se mendoj që lojët kryesore do t'i kemi mbas përmbylljes së ciklit të parë, ku do të mbesin 24 kombëtare, edhe pastaj aty do të jenë sfidat shumë interesante, për arsye se nuk ka mundësi të përmirësohen më gabimet, një gabim i vogël të qet nga gara, ndërsa deri në ciklin e dytë, mendoj që ka pas mundësi, ekipa ka 3 ndeshje, ka pas mundësi të riparoj një gabim, nëse ka bë, mirë po 2 gabime me kombëtaren nuk riparon. Këto e kam edhe nga përvoja, për arsye se nuk është klub ku ti ki 30 ose 36 ndeshje edhe pastaj mund të rikuperosh gabime, ndërsa te kombëtarët gabimet janë pa rikuperueshme, edhe po shpresoj që përveç mangësive që nuk janë ndeshje shumë luftuese,
megjithëse po zvoglohet ose po minimizohet dallimi mes kombëtarëve të mëdha edhe të vogla dhe këto i shohim edhe rezultatet shpeshherë surprizuese. Mirë po, mendoj që tek mbas 7 ditë ose 8 ditë të fillojnë ato ndeshjet që janë ku gabimi është i pafalshëm, ku kundërshtarët do të jenë shumë të fortë. Për këtë do të flasim gjatë kësaj kohe pikërisht. Zotri Ashari, një Angli që në ndeshjen e parë bindi, kurse në duelin e fundit faktikisht mori një barazim ndaj Ganës kundër të cilës dominoi lojën, por megjithatë nuk i arriti qëllimit që të marrë edhe një fitore për të siguruar kalimin më tutje në fazën e eliminimit direkt, fazën në të cilën, siç edhe tha përzgjedhësi i Kosovës në futboll për femra zotri Sërmagjaj, gjërat do shkojnë pakës më ndryshe. Tash kemi këtu trajnerin dhe unë plas para ti është pak vështirë, por megjithatë nga këndi im si tifoz dhe shikues i ndeshjeve, historikisht nëse shikojmë Gana është një skuadër e papërshtatshme, një kombëtare e papërshtatshme dhe unë personalisht kam pas mendimin që me vështirësi Anglia do të fitojë minimalisht, kështu ka qenë mendimi im. Po, para ndeshjes. Me vështirësi edhe atë, por jam i kënaqur me barazimin për faktin se Anglia është në vendin e parë dhe po prin drejt kualifikimit dhe kësaj maratone të ecjes tutje. Normalisht ajo që më ra në sy mua është se dominimi i topit i lojës nga ana anglezëve ishte në përqindje të lartë, rreth 80%, duket. Dhe kjo na jep të kuptojmë që jo gjithherë dominimi t'jep opinionin se je favorit apo je me gjasa për të fituar apo jo. Gana ishte pozicionuar e tëra në mbrojtje, eventualisht me një kundërzbitje të mundshme, që ishte një rast, dy gjysmë rastet e tyre. Megjithatë, ky kampionat mendoj që nuk i ka dhënë pritshmëritë e mia që të ketë ndeshje spektakolare, ndeshje të hapura, ndeshje të bukura, me përjashtim duket që Argentina bën lojën e hapur, për faktin se aty është super lojtari Messi. Megjithatë unë pres që, siç e tha trajneri, tek tutje të shohim lojra pak më të mira, apo ndoshta do të ketë kombëtare të cilat përballë njëra tjetrës do ta bëjnë lojën e bllokimit, në atë kuptimin jo lojë dinamike, por një lojë të mbrojtjes. Për shembull, siç është, ose unë e shikoj shumë Anglinë, siç është Anglia e cila në shikimin ton nuk bën lojë për syrin shumë. Mirë po kundërzbritjet, situatat brenda 16 metrashit, i krijon disa situata dhe favore për veten që unë me gjithë jo lojën, jo rezultatin e mirë mbron, pres që Anglia të shkoj tutje, do të ketë një fitore po ashtu ndaj Panamos, edhe aty mendoj të jetë minimale, por kampionati është befasi këtu, sepse Spanja befasoi në fillim, Zvicra befasoi në fillim, e përmirësuan atë kuptimin e ato barazimet e tyre. Megjithatë pres që të kemi në katërshin e fundit e shoh Anglinë, përballë katërshin e shoh Francën, Anglinë, Argentinën dhe ndonjë befasi. Zotri Sërmagjaj, në kuadër kësaj është e pashmangshme të pak të mos flasim për ato ekipe të cilat faktikisht veç e kanë të sigurt kalimin në fazën e eliminimit direkt. Është Meksika si njëra prej 3 organizatorëve bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të mos harruar Gjermaninë, më pastaj është edhe ekipi i Francës bashkë me Norvegjinë në kuadër të grupit I, kemi Argentinën, po ashtu Kolombia pas ndeshjes së mbrëmshme e siguroi kualifikimin. Ka qenë ndonjëra prej këtyre befasia dhe pse po flasim për kombëtare të cilat sarë që janë mbajtur kampionatet botërore, pothuajse veç e kanë pas fjalën kryesore. Po spori deshta të ndërlidhur me Patjetër. Hoxhën, Pekim Jasharin. Mu vjen shumë mirë që gjithë popullata, gjitha ne janë përfshirë në jo vetëm në shikimin, po në komentimin edhe pastaj secili me arsyeën e vet, pse jo edhe me bën ndonjë analizë. Absolutisht. Edhe është kënaqësi të bashkëbisedojmë me gjithë njerëzit që janë të lidhur me futbollin. Unë personalisht nuk kam shumë kondicion, ma shumë se 2 lojë nuk mund të përcjell.
për arsye se nuk shoh vetëm topin, po pastaj nëse topi është në sulm, shoh se cilë lojtar po përfshihen sulm, cilë po ruajnë ekuilibrin mes fushë, cilë po rrin mbrojtje kundërshtari, se si edhe nëse shohim gjithë këta parametra ata mlodhin. Po, është një lloj ngarkese. Mjaftueshëm mlodhen edhe pastaj dytën lojë pothuajse me shumë vështirësi mund ta shoh. Kështu, mund ta shoh në syrin e analitikut. Përndryshe me po vetëm topi ka po lëvizje edhe se si po bën lojtari me top lëvizjet është pak më po me syrin e trajnerit është tjetër. Po për arsye se ti don me po se çdo kampionat sjell risi, edhe unë isha më entuziast me po një kampionat më të hapur. Kemi po Champions League Parisi me Bayernin, ku futbolli shkoi ka më shumë ka loja hapur, më loja ofansive. Tani shohim që kombëtarët janë shumë të motona, shumë dëdishme për forcën e vet. Edhe ende nuk kemi ndonjë lojë ku mund të shohësh spektakull kështu nga dy ekipe të forta, përndryshe Portugalia me Uzbekistanin normalisht që është ajo e pritur. Mirë po të shohësh Portugali, Francë me një lojë të hapur, ajo është ndoshta më e mira e futbollit, po sikur trajnerët taktizojnë shumë, mundohen mos bëjnë gabime. Sa i përket surprizave, çdo kampionat ka surpriza, këtë pyetje që e bënë ju. Mendoj që surpriza është mos pjesëmarrja e Anglisë, e Italisë, është një surprizë. Për shkak është i mirë futbolli. Turqia që do esi në shtëpi përpara disa kombëtarëve shumë më të vogla, edhe kjo mund të quhet një surprizë. Përndryshe vazhdimi tutje i Amerikës, i Meksikës dhe Kolumbisë, mendoj që ato janë kombëtare që kanë përvojën edhe nuk është ndonjë surprizë e madhe nëse vazhdojnë tutje në rundin tjetër. Përndryshe këto kombëtarët pretendente besoj që do t'i kemi në 24-shën e ciklit të dytë. Sa i përket ndeshjes me Anglinë, se është bërë shumë debat edhe sa i përket ftesës së lojtarëve. Ky trajneri i Tull është shumë pragmatik, edhe nuk ka zgjedhë lojtarët më të mirë, por ka zgjedhë edhe ekipin më të mirë. Edhe sikur pikërisht dje kur kundërshtari mbyllet shumë thellë përpara portës së tij, atëherë ke nevojë për lojtar shumë kreativ, cilët dinë të zgjidhin situatat 1-1 ose 1-2, edhe sikur ata lojtarë dje i munguan Anglisë, sidomos ndaj kundërshtarëve që mbyllen shumë poshtë, e mund të themi që ndoshta është një gabim i vogël që Palmer, Foden janë lojtarë që zonën e tretë bën diçka që as mendja as syri i trajnerit nuk mundet me dhon ato udhëzime, ato janë cilësi individuale, shpresdhënëse. Prandaj sidomos kur ke si mbyllje të kundërshtarit, ke nevojë për lojtarë që zgjidhin situata shumë vështira, shumë komplikume, që janë cilësi individuale, të dënti ose ngjajshëm. Prandaj është e pamundur vetëm me format pasime ose vetëm me lëvizje taktike, grupore, me shënu ose është jo e pamundur, por shumë e vështirë, ndërsa ta lehtëson kur ti ke lojtarë që krijojnë përparësi numerike, 1-1, 1-2, nëse te i kalon ai dy kundërshtar, atëherë normal krijon përparësi numerike brenda zonës, pastaj zgjidh situata që janë shumë vështirë zgjidhshme edhe nëse do pyetesh trajnerin apo dikon tjetër. Prandaj nashta është një mesazh që s'poku ti kesh në kuadrin e lojtarëve edhe lojtar shpresdhënës për këto situata, edhe ndoshta është edhe mësim edhe për ne që të kesh një armë shtesë për te principeve, për te do nërë dhe kundërparimeve taktike, duhesh të vendosësh vetëm se të merresh rezultat. Sidomos ndaj ekipeve kështu që mbyllen poshtë, nëse s'ke lojtar me cilësi individuale shumë të forta, është vështirë
vetëm përmes pasimeve me dalë mbrapa shpinës mbrojtjes kundërshtarit. Nëse dëshiron të shtosh Po, edhe të ndërlidhesh. është me trenerin ato që e tha. Është e habitshme, për shembull Premier Liga është liga më e fuqishme në botë, si Premier League po flas. Anglia është befasi se si na mund të themi nuk po ka fat, po çdo herë nuk mundesh me fajsu fatin. Atë çdo herë, se 60 vite, domthonë Anglia nuk një herë këtë ka marrë. Nuk e ka fitu Po edhe pse nuk po flasim sot ekskluzivisht për Anglinë, mi po si shembull, si është e mund të ketë një Premier League më të fuqishme në botë, me lojra jashtëzakonisht bukura brenda Anglisë. Ndërsa tu po çaluat, tu ka një gabim, se si nuk po mund ta prodhojnë një kontore të natyrës dhe të tipit të lojrave që e bën Premier Liga. Në këtë rast, nëse më lejohet vetëm ndërlidhem. Besoj që një prej faktoreve kyç është edhe shumë futbollistë të huaj që luajnë në Premier League. Për shembull, po e marr një paralele ose një shembull, jam i bindur që me këtë deri diku pajtohet me këtë konstatim edhe zotri Sërmagjaj. Në Spanjë ka një kohë të gjatë, më tepër se 10 vite ose 15 vite, që shumica e futbollistëve ka qenë pjesë e Real Madridit dhe Barcelonës, edhe pikërisht ky ka qenë njëri prej çelëseve kryesore që Spanja ka arritur disa prej shumë sukseseve të mëdha. Po normalisht se kjo është edhe ideja, nëse në këto 4 ose 5 më të mirë të Premier Ligës do të kishim numër të madh të lojtarëve që janë pjesë e kombëtarës, do të ishte shumë më lehtë edhe për trenerin. Kjo ide është edhe të reprezentacionit Gjermanisë. Ideja është që Bayerni të ketë numrin më të madh të lojtarëve, edhe pastaj njëjtë lojtarë përfaqësojnë edhe Gjermaninë, për arsye se përvoja për bashkët është kruciale, nga se në përgatitjet me reprezentacion koha nuk është shumë e mjaftueshme. Një prej faktorëve është që numri i madh i lojtarëve kualitativ janë në këto ekipet kryesore të Premier Ligës. Mirë po, sikur është një konkludim edhe i ekspertëve, këtë rast edhe Capello, i cili ka qenë vetë përgjegjës i Anglisë, është një konstatim që Premier Liga është një garë ku ka vetëm një periudhë përgatitore, e nuk ka pushim fare, domethënë që nga ngushti deri në maj, pa pushim fare, edhe pastaj vjen periudha e përgatitjeve për kombëtare, sikur lojtarët janë të lodhur, po janë të stërlodhur. Një prej atyne faktorëve është cekur disa herë që lojtarët e Premier Ligës në kompeticionet me përfaqësuese, sidomos kombëtarës anglisë, shkojnë të stërlodhur. Për arsye se s'kan atë minifazën që e bëjnë shtetet tjera të festat e fundvitit ose ngjajshëm, me numër shumë të madh të lojëve, një prej atyne mirë po është shumë rëndësi nëse një kombëtar pretendon titull ose të luajë finale ose gjysmëfinale në përbërjen e vet ketë lojtar golashënues. Me këtë rast Anglia ka Harry Kane. Pa të mund të luash shumë mirë, po nëse se ke dikënin që është në top form, e këtë rast ajo është lojtari që është golashënues edhe i Bundesligës, domthonë është një përparësi, luajnë si ekip, jo si individ, edhe mendoj që të gjitha predispozitat kombëtarja angleze i ka që të marrë rezultate edhe ndaj ekipeve shumë të forta, edhe pse jo të jetë edhe të gjysmëfinalet edhe të finalet, për arsye edhe që Harry Kane është në përbërje. Njëjtin fat e kanë edhe Franca. Me Mbappé. Do ta ketë më të vështirë Spanja këtë vit, për arsye se nuk ka dikën, sado që ti mund zotrosh topin, dhe se s'ke dikën që njeh lider, që njeh zonën ku duhet shënohet, atëherë ke vështirë me marr rezultate, domethënë ka Franca, ka Argentina, është shumë rëndësi këta lojtarë që po performojnë, po shënojnë. Nëse s'ke lojtarë që janë në formë më të mirë shënues, kote ke nëse ke repartin e mbrojtjes edhe këta të tjerë të mirë, po nëse se ke ato që duhet me përfundu ndeshjen.
Zotri Selma Gjaj tha se Anglia i ka të gjitha predispozitat që shkojt paktën deri në ato ndeshjet e fazës gjysmëfinale, pse jo edhe të mos arrijë deri në finale. Por kështu, sipas përshtypjes suaj dhe asaj se çfarë ke parë zotri Jashari deri më tani, mendon se do të mund të jetë pak handicap ose problem sepse rrallë ndodh që një trajner i huaj të udhëheq një kombëtare të një shteti tjetër dhe të arrijë suksese, siç faktikisht rrallë edhe ka ndodhur në kampionatet botërore, e në këtë rast po flasim për Thomas Tuchelin dhe kombëtaren e Anglisë të cilin ju e simpatizoni. Po, ka trajner të cilët vinë nga shtete tjera dhe drejtojnë një kombëtare tjetër. Po. Ka të atill që kanë shënuar rezultate në kualifikimin e disa shteteve për herë të parë në kampionatin botëror. Po. Që është bie fjala trajneri selektori Jordanis, i cili është i Marokut, po për herë të parë dërgon në botëror, mirë po aty nuk jep rezultate të mira. Kjo është aty ku edhe nevojitet. Po, edhe ku nevojitet. Dhe shumë vende të cilat për herë të parë kanë shkuar në kampionat, po ndohen të kënaqur me pjesëmarrjen. E rëndësishme pjesëmarrja, krenaria, këto diun. Për këtë arsye pra mendoj që nëse shikojmë ndeshjen e mbrëmshme me Ganën, mendoj angazhimin e lojë në pjesën e dytë, pas minutës 70 të superlojtarit Saka, mendoj që ishte i vënuar. Ai dha një dinamik lojës, një freski, dha lojës me dy ndryrime, sidomos pro Saka ishte që dha freski ndeshjes. Po marrë në përgjithësi si kampionat, ndeshjet janë të ekspertët e futbollit, trajnerët, këtë rast trajneri i Sermazhe, kolegët e tij, mund ta vlerësojnë se cila ndeshje ishte për syrin. Mendoj që aktualisht që kam parë ndeshje, Anglia, Kroacia ishte ndeshja që ka jap vëmendje opinionit pak më shumë. Ishte me shumë gola, ishte me shumë raste, ishte sidomos pjesa e dytë e anglezëve hapur, pjesa e parë e frikshme nga kroatët, sepse me 2-3 momente i shfrytzuan rastet e tyre. Dhe shoh që lojë të hapur që po bën, të hapur, jo të mbyllë është Argentina, kurse Franca paraqet deri më tani po paraqet, po duket e frikshme. Po, rrezikun më të madh. Mirë, po unë mendoj që për bolla anglisë nuk do të mund të jetë atill. Tash kjo është dëshirë. Po, absolutisht. Na duhet të ndojmë dëshirat edhe kurse realitetin sportiv të teknikës lojës janë ekspertët e futbollit që mund ta japin, por unë kanë munduar me ia dhon vendin edhe dëshirës, edhe mundësisë, edhe asoj që e shohim. Po. Megjithatë unë kam thonë edhe po ganjere, sepse unë më falë që po para trajnerit po. Unë gjithmonë pse e përcjell futbollin është çështje se cili ka dëshirë një sport, një diçka. E imja është të çojë edhe mesazhin se vendi ynë, qytetarët tonë, sa më shumë sport, sa më shumë shkolla sportit, sa më shumë ndeja me trajnerët të sportit, në këtë rast futbollit, sporteve tjera të karatesit, boks, sa më shumë rinia jonë tjetë, aq më pak kemi dukuri shqetësuese, aq më pak. Djemt dhe vajzat tona, sa më shumë të angazhuar në këtë kampionate tjera, unë e kam pas gjithmonë dëshirë, po dije për shembull, kisha gjithmonë dëshirë si ta bëjmë një shkollë të tenisit. Nuk jam njës i tenisit. Nuk jam njës, por kisha dëshirë. Po ja që komuna ka bërë një realitet, ka bërë një hap shumë të mirë para, që për shembull po dyjeva në këtë rast për përmendi, komuna të tjera të kenë shkollat futbollit, shkollat tenisit, shkollat ping-pongut, ku 3-3 djem vajzat tonë të kenë ku ta kalojnë kohën. Në atë kuptimin të fitojnë nga koha, jo ta kalojnë, po të fitojnë nga koha. Përveçsoj edhe investojnë edhe në shëndet. Edhe investojnë. Edhe janë shumë elemente tjera të shumta, po ajo që është për shembull që ka mbret, sidomos tash në botën e lindjes, ku futbolli nuk ka qenë shumë i zhvilluar. Për shembull kur mbajt kampionati botëror në Katar. Shiko, Katarin, qytetarët e tyre nuk janë të shquar me sporte shumë. E kanë zhvilluar taekwondo, krahas Jordanisë e kanë taekwondo zhvilluar. Po futbollin jo. Dhe kampionati botëror që mbajt në Katar i ka mobilizuar të gjithë kombin arab për angazhim në sport, në futboll. Dhe tash po sheti për shembull prej vendeve arabe, për vende arabe është numri më i madh i tyre që marrin pjesë, bie fjala
ka për këtyre që pokazojnë rezultate, siç është fitoria e Egjiptit që bëri një fitore, po ajo që bie në sy për të mirë, për një investim të mirë në kuadrën në sport e në futboll është Maroku. Nuk është tjera por, më duket që merr pjesë. Është një kombëtare shumë kështu konstante, shumë Konstante, gjithmonë dhe ngjohet. është në një rritje, në një ngritje të Gjithmonë. potencialit të saj. E këtë që du ta them, për vendet tona si Kosova dhe Shqipëria, në këtë rast, jo vetëm qeverit qendrore apo qeveria lokale, shoqëria civile, mediat, duhet ta sensibilizojmë sa më tepër opinionin tonë që krahas të studimeve në shkollë të jenë shumë aktiv edhe në sportet të ndryshme. Në të gjitha pa dallim. E masi që jemi tash në kampionatin botëror, unë po ju them edhe një herë dhe po ju them që taksirote kanë kushtet e Anglisë për poka, do të kenë kujdes. Kjo është tash dëshirë çapo e them. Po. Po mendoj që edhe kjo prezenca e hoxhës këtu është një emancipim Absolutisht. për popullin ton. Është kënaqësi me dëgju një hoxh jo vetëm tu ligjeru për Tema fen fetare. ose tema fetare, mirë po një hoxh që Është i përfshim edhe në lojën e futbollit. Shumë rëndësinë e sportit. Shëndeti është më e rëndësishëm dhe ndikimi më i madh në shëndet ka sporti. Prandaj mos flas për ndikimet në dimensione të tjera. Prandaj kam njoft edhe më herët edhe një hoqë që vinte nga Podujeva dhe ai ishte i përfshirë në sport dhe me shumë kënaqësi shite lojtë e futbollit. Po tash nuk po du me thonë emrin, e di që emrin Fadil, pe emrin kam harru. Edhe ai si i ri ka qenë i përfshim në sport, kështu që kënaqësi është që me dëgju edhe një përkrahje, edhe një mbështetje rinis ton edhe nga pjesa ose nga Tjetër, jo kompetente. Absolutisht. sidomos nga kjo fetare, se sikur më herët kjo pjesa juaj po nuk ka qenë aq shumë mbështetëse e sportit, e sidomos sportit të dy gjenive, mirë po kjo është një përparim i shoqërisë tonë. Sa përket pjesëmarrjes ose vendosjes së trajnerëve që nuk vinë nga shteti i njëjtë, është vërtet që Anglia, qoftë në Premier League, ka mungesë të trajnerëve. Do të ishte shumë më mirë sikur të kishin një trajner që e ndin edhe më thellë përtej profesionalizmit, ka edhe një ndërgjegjësi ose një përgjegjësi për kombin, se pastaj identiteti kombëtar detyrimisht të ndërgjegjëson që ti me qenë edhe më i përkushtuar se sa niveli profesional që kërkon. Mirë po këto kombëtarët e vogla, normal në mungesë kuadrit ofrojnë trener nga jashtë, siç e ceku zotëri Rifati për Jordanin ose për shtetet tjera, edhe sidomos shtetet e Afrikës, ata kanë nevojë për kuadër, sidomos që njohës të taktikës, ndërsa Anglia dhe këto shtetet tjera e kanë tejkalu këtë identitetin kombëtar edhe për interes të shtetit të tyre nuk njohin as përkatësinë kombëtare të këtë rast të trenerit Tuchel, po as përkatësinë kombëtare ose ngjyrën ose ngjajshëm të lojtarëve që kanë përbërjen e tyre. Më rëndësi që janë shtetas të Anglisë, ajo mjafton. Për pjesa tjetër më mendoj që është tejkaluar pothuajse nga të gjitha kombëtarët. Pakucek edhe kush do të jetë favorit. Nëse shohim grupin e lojtarëve, mendoj që Franca e ka ndoshta edhe ekspert më të mëdhenj, është vështirë me gjetë ndonjë mangësi në ndonjë repart. Mirë po, kur fillon ajo cikli 2 ose cikli 3, përveç performimit, shpeshherë edhe fati nganjëherë edhe fati është pjesë e kësaj loje. Ndoshta kjo është edhe bukuria më e madhe e lojës, edhe për atë arsye që gjithë njerëzit përfshihen, për arsye se gjitha mund t'i programosh, po rezultatin sportiv
nuk mund ta programosh gjitha përgatitjet, gjitha edhe stërvitjet, edhe ushqimin, edhe fjetjen, edhe akomodimin, edhe transportin, edhe gjithçka me sekonda, vetëm rezultati është problem të programohet nga ndonjë devijim i topit, ndonjë penallti, ndonjë karton i kuq, edhe ato janë Diçka e papritur. Po, diçka është e papritur për komunitetin përgjithësi, po ne si trener të gjitha i presim, i parashikojmë edhe duhesh me qenë i gatshëm me vepru edhe përtej këtyne gjanave që mund me ndodh gjatë ndeshjes. Kështu që mendoj që Franca ndoshta është ekipa me më shumë të kualitet, sidomos repartin ofanziv shumë e frikshme. Pastaj edhe kur kanë formë Mbappén, po mos flasim edhe për Dembele, ose shumë të tjerë. Po do të presim ndoshta edhe surpriza. Në këtë kuadër, përveç Anglisë, për të cilën nuk diskutohet sipas zotrit Jashari, dhe Francës, për të cilën faktikisht u shpleh pozicion tek femrat zotri Sermagjaj, kë është tjetër favorit? Për ta fituar kampionatin. Po, përmenda që Franca, Anglia, për më duhet të përmenda dhe Spanjen, dhe katërta është mund të jetë një befasi. Nuk do të ishte befasi që edhe Amerika tjetë të shkoj të ngjitet nalt. E përmendi zotri Sermagjaj. Po, e përmendi, po. Po jo shumë nalt. Po jo, nuk e përmendi shumë nalt, nuk e. Po, shikoj, nëse shohim potencialin e lojtarëve dhe lojët që po bëhen, ata për tani përkundër dëshirave tona, megjithatë Franca po lojë bukur, edhe ka, siç e përmendi trajneri, ka sulmin e ka të rrezikshëm, po edhe i ka reportet që i funksionojnë konform, po të them 100% nga ato që jep udhëzimet të shefi i shtabit teknik, apo si quhet, Franca. Anglezët në këtë rast unë e shoh, amerikanët i shoh që mund të shkojnë, nëse 24-shën po kalojnë ata me gjas, 24-shën, amerikanët i shoh, ndërsa te Spanja duket se nuk është sikur herave tjera, dhe pse shikohet me syrin e opinionistëve tonë që do të jetë favorit në mesin e katrave tje. Nuk kom pa deri më tani një lojë të Spanjës çfarë ishte. Këto disa dy ndeshje që i po, nuk e kam pa ashtu Spanjën. Po ashtu as Portugalinë se kam pa që është e frikshme. Nuk e kam pa. Nëse kthehesh edhe një herë te kampionati evropian, ku ke 2024. Po. Pak prognozues bazuar në shikimin në syrin tonë të lojës që ja kemi bë. Në fillim të kampionatit askush bie fjora nuk e ka pa Anglinë që shkon në finale. Mi po me një lojë shumë interesante, ajo shkoi në finale, gjysmëfinalen po shtei Holandën, finale pastaj me Spanjën, me pak fat mund të kalonte, po megjithatë këtu shoh Franca, megjithatë Anglia, Spanjën e shoh se do të Spanja kthehet me lojë, mund të jetë një befasi dikush në katërshën atje, siç ka qenë befasi askush se ka vit Kroacin të jetë befasi në vendin e tretë botës, po. Po. Se në kampionat 2018 më duket, 20-ën. Mos u gabofsha Kroacin. Po shoh dinamizim të lojës. Lojët i dua të jenë të hapura. Cila kombëtare ka guximin të bëjë lojën e hapur, ajo barte dhe rreziqe, po ka edhe shpresa. Po. Mbase edhe pesha Deshta ta plotësoj se sikur nga Evropa, Anglia, Franca, nuk dush me anashkalua as Gjermaninë. Mendoj që Spanjës i mungon golashenusi, dhe kur të mungon ai një golashenus tipik, sado që ti e qarkullon topin, është e vështirë me i kap lojë. Ndërsa mos të harrojmë që Hoxha po përmen Amerikën, mirë po në atë kontinentin atje është Argentina dhe Brazili, dy përfaqësuese që edhe ato shumë lehtë mund t'i shohim në katërshën e parë, pse jo të rëmbejnë edhe titullin. Meksika, Brazili. Brazili dhe Argentina. Argentina. Janë dy kombëtare që kanë përvojën, kanë cilësinë, kanë gjitha predispozitat që me mposhtë cilin do kundërshtar. Për mu, edhe Portugalia është një ekip shumë e komponuar, përveç
11 lojtarëve ka edhe 7-8 lojtarë me shumë cilësi nga banka e rezervë. Sikur që thash, këto 3 lojt më shumë për këto ekipet e mëdha shërbej si nxehje e performimin e duhur do ta shohim në ciklin e dytë. Përmende Portugalin, e cila mori fitoren e parë ndaj Uzbekistanit, të cilën në poshti pa ndonjë problem prej 5-0, edhe që Cristiano Ronaldo, i cili faktikisht u rikthye pas atyre shumë kritikave dhe shënoi 2 gola. Në fakt, si Cristiano Ronaldo, por po ashtu edhe Argentina si Lionel Messi, që kanë udhëhequr tash 20 vite në skenën e futbollit botror, vazhdojnë ta thonë edhe më tej fjalën kryesore madje në një ngjarje siç është kampionati botror. Nuk është se po ju pyes të bëni dallimin, por po flasim për një 39 vjeçar dhe për një 41 vjeçar që edhe më tej janë në qendër të vëmendjes me këto rekorde të cilat faktikisht po vazhdojnë të thyen. Lionel Messi, goleshënuesi më i mirë i kampionateve botërore me 18 gola, Cristiano Ronaldo është ai i cili ka arritur të realizojë në 6 kampionate që nga viti 2006. Po, thënë drejtën është rrit jetëgjatësia e futbollistëve në përgjithësi, mirë po të je i fort nëse qëndron gjatë. Në këtë rast, të dy kanë dëshmuar që kanë qëndruar shumë gjatë në nivelet më të larta. Derisa me 41 vjet, po edhe Messi me 39 vjet, janë pjesëmarrës edhe protagonist të kësaj gare, të këtij kompeticioni, tregon që është rritje gjatësia e sportistëve, në këtë rast futbollistëve, për të performuar në nivelet më të larta. Se sa do të kenë mundësi se të dy vinë nga liga jo shumë kompetitive, edhe Cristiano Ronaldo edhe Messi, do t'i shohim në ciklin e dytë kur të përballen me ekipe shumë të forta. Cristiano Ronaldo është mbreti zonës së 16 metrësh, nëse shërbehet mirë, ka në hatje. Aty mund të vras portat e kundërshtarit, ndërsa ju ka minimizuar energjia Cristiano Ronaldos me moshën biologjikisht, fiziologjikisht tretën disa shkallësi, edhe pse me rezhimin me ato ai ka ruajtur maksimalisht, mirë po mosha bën vjetën edhe nuk është më ajo energjia, për arsye se shumë herë ai i ka zgjidh problemet me energji. Messi i ka humb pak a shumë energjia, mirë po Messi është ai që e kupton lojën më mirë se çdo person i këtij rruzulli, jo vetëm lojën e ekipës së tij ose pozicionit të tij, po ai kupton lojën edhe të kundërshtarit, edhe të gjithë bashkëlojtarëve, edhe situatat e lojës i zgjidh më mirë se çdo kush tjetër, kështu që është për te talentit, është mund të themi lirisht që është gjeni, prandaj ai po bën ato që duhet me e bë, domthonë po shfryzon më shumë inteligjencën për të zgjidhur problemet. Po tani kur të përballet me kundërshtar shumë të fortë, është edhe për ne me nxi presim, kur të përballet për shembull me Francën, me Anglinë, me këto, sa do t'i mjaftoj Messit vetëm aftësitë njohëse ose vetëm aspekti kognitiv në mungesë të energjisë mjaftueshme. Ai është shumë rëndësi se rikuperimin e ka shumë të mirë, lexon lojën, shëtit, po pastaj kur mbushet energji, ai është i frikshëm edhe është ai që po i vendos lojët, edhe ne me nxis presim që vendos edhe lojët e mëdha. Mirë po, edhe një arritje deri në këtë moment është jashtëzakonshme. Patjetër. Pak fjalë për Lionel Messi, nga se kam përshtypjen që ke shumë simpati për 8 herë fituesin e topit të artë Argentinasin, që po vazhdon faktikisht të udhëheqë Argentinën, e cila po ashtu tashmë veç e ka siguruar tutje kalimin. Po e përmende Lionel Messin, dash na do të flasim, thash edhe më parë, jo nga dëshirat tona, mirë po ai kur ishte në Barcelonë, në Barcelonë, sepse unë ndryshe nga kombëtarja anglisë që jem fans i saj, unë ndjek edhe jem fans i Chelsea. Do të thotë rreth anglisë i Chelsea, dhe
Kujtoj ballafaqimin e Chelsea-t du 13 vite më parë me Barcelonën që megjithatë është një lojtar i madh, është një jo rastësisht, e përmend një trajneri që ajo mosha 39 vjeçare e tij, që më duket nesër apo sot e ka datëlindjen. Kështu diçka, Po, 2-3 po, ditë. po. Megjithatë e përmend një trajneri është shumë e rëndësishme vullneti dhe fuqia e tij, unë nuk kam pa që ka ra. Nuk po më duket që ka ra e Lionel Messit. Më duket, mos më hidhrohen këta tifozët e Ronaldos. Mi po përfundimisht këto ditë e vrejta që Messi është shumë i frikshëm edhe shumë para Ronaldos. Ndoshta fuqia e tij është e nivelit më të lartë se sa Ronaldo aktualisht po flas. Mi po megjithatë është për të duar trokit një lojtar i tillë, si kur Ronaldo, si Messi. Megjithatë Messi do të mbetet një emër edhe kur nuk është në lojë do të mbetet një emër i frikshëm. Absolutisht, do të mbahen më Unë shumë. mendoj pak më ndryshe, si gjithmonë, Po. Cristiano Ronaldo ka zgjidh problemet më shumë me shpejtësi, me forcë, me energji. Jo që ka pas një bashkëpunim shumë të qartë me bashkëlojtar, ose një asistim ose diçka, zakonisht tipat si Cristiano Ronaldo me shumë ego, dëshirën numër 1 nuk e kanë pasimin ose ngjajshëm, e kanë shënimin e golit. Kështu që Ronaldo përkundra Messi që problemet i ka zgjidh më shumë me lëvizje të mençura sesa me energji, edhe në këtë kampionat, kundraj këtyne dy kundërshtarëve që kanë pas, e ka pas mundësinë që ekipa të punoj për Messi, Messi të rikuperohet edhe pastaj ko pas kohë të vendos ndeshjet. Se sa do të jetë E në njëjta. gjendje kundraj këtyne ekipeve që përmendën, kundaj Portugalisë, kundaj Francës, Gjermanisë, kundaj Anglisë, cilat përveç qartësisë taktike kanë edhe shumë energji, sa do të jetë ky në gjendje të i kaloj ato reportet e tyne me lojtarë shumë të Messi? fortë, po Messi. Vjen edhe për Ronaldo në Po, po. trener. Ronaldo, siç e theka, është mbreti zonës 16 metrëshit, qoftë naj, qoftë me kamën e majt, qoftë me kamën e djathtë. Aty duhet mu shërbim. Çdo shërbim Edhe 3 jashta minuta i kena, kështu që çdo shërbim jashta zonës së 16 metrëshit nuk është që e ka atë potencialin Cristiano Ronaldo të bëj shprinta shumë gjatë ose Ronaldo zakonisht unë nga ajo që e shoh, unë nga ajo, tash po them këtë jargonin tu popullor, Ronaldo i pret tu pasi hasdër dyshysh. Për dallim kundërt e Messi, i cili e shpik një situatë. nuk ka në futboll gatshme asgjë. Jo ka. Nuk ka. Shikoj, nëse shohim Messin e gjen kudo. 1734 gola i ka shënuar në histori Ronaldo. Po mendon që të gjitha i ka pas gatshme pa. Jo, nuk e thash ashtu, jo. Ajo është Sepse është diçka pa. Ideja është që Cristiano Ronaldo duhet të shërbet në atë zonën ku duhet të shënohet, jo të shërbet në pozicionet ti e pa golin e Messit për atë zonën brenda 16 metrësh. Messi e krijon situatën vet, pason topat vet, i shet dështimet e lojtarëve në ekipin e vet, prap ky arrin aty e merr e krijon pozitivisht një kaos të bukur. E ka bërë edhe Ronaldo këtë. Jo se nuk e bën. Madje në epokën e tij në Real Madrid po besoj e ka bërë po thjesht. Shumë shkurt sepse kanë shkuar minuta shumë Tri shpejt. gjëra themelore. Një është të kuptosh lojën, të lezosh lojën. E dyta është marrësh vendime, edhe e treta është ekzekutimi. Sa i përket marrjes së vendimeve dhe leximit të lojës, Messi është më lart se gjithë të tjerë që kemi pa ndonjëherë. Sa i përket ekzekutimit, nuk është keq as pak as Cristiano Ronaldo, ndesh me kamën e majt, ndesh me kamën e djathtë, ndesh në tokë, ndesh në ajër. Mirë, po sa i përket marrjes së vendimeve të dura, vendime të cilat as trenerët më të mirë të botës nuk mund me nxjerrsh, sikur vendime të rostit po thua, trener, po vendimet
momentit lojës. Ti e ke topin, po ti duhesh marrë vendimi se ki 5-6 zgjidhje, të zgjidhësh ata që është më e dura. Këtu këtu është një diferencë. Saktë, lutem, faleminderit. Do ta vazhdojmë nga se minutat kanë shkuar shumë shpejt. Zotri Selmaxha, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit special kushtuar kampionatit botror të futbollit në Radio Kosovë. Edhe për mua ishte kënaqësi, e për te që ngjimi edhe më jep mirë shumë që vjen nga bota e futbollit, edhe vazhdon karrierën përsëri të jesh tani si gazetar i sportit në këtë rast edhe i futbollit, po një ashtu të jem zbashku me Hoxhën, po pse jo edhe gjithë tjerët që përfshihen lojën e futbollit, edhe ideja e jonë është që sa më shumë popullat të përfshihen në profesionin ton. Tash po e marrmi për arsye se na kemi profesion, ndërsa të tjerët pse mos të involvohen në profesionin. Janë më të relaksuar, U kujdesa që të mos moj desh në fushën e sportit përballë për atë trajnerit. Çfarë do të po të ishte e kundërta për shembull. Po është kënaqësime trajnerin Selmaxha që ka një historik gjatë shërbim të sportit në Kosovë, në Shqipëri. Faleminderit shumë zotri Ashari dhe juve, fatos edhe stafit realizues të këtij emisioni. Ju përshëndes. Përndryshe, pjesë e këtij emisioni është e Vlera Sporti që po e themi gjithmonë ka sjell këtë trofej ikonik të Kupës së Botës të top zyrtar të kampionatit botror dhe këto pajisje sportive. Kaq sa i përket këtij emisioni special kushtuar kampionatit botror, ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programet tona në vazhdim e ne ju falenderojmë për vëmendjen. World Cup në RTK Radio.